Patos Marinza, krim pa ndëshkim, sëmundje dhe mospagesa për tokat e marra në shfrytëzim. Verifikimet e kryera nga kontrolli i lartë i shtetit zbuluan probleme madhore në zonën naftëmbajtëse Patos Marinës që shfrytëzohet nga kompania Bankes Petroliu. Ndotja në nivele të larta, shtimi i numrit të sëmurëve me kancer, problemet respiratore dhe kardiovaskulare konsiderohen si çështje më serioze për të cilat institucionet nuk kanë marrë masa. Zona jonë ka shumë probleme, se është zonë nafte edhe nuk diskutohet që ka probleme. Për ajrin, ajri është shumë i ndojtur. Nuk hapim dot dyrë edhe dritare, sepse ca mjergulla, se është nga Zoti, ca ere gazeve edhe behen bashkë. Ne mbjellim grure, ne mbjellim, kemi ullinjët. Neve nuk marim dot se u hedhim puseve ata në një solucion, edhe vetes qufri tek kalliri grurit, vetes qufra te lulja e ullirit, edhe ajo e vret. Edhe neve rrim në vend, se nuk zgjidhim dot gjë. Edhe ka shumë këtu që janë të gjithë me karbon gjak. Jo në përgjithësi, tash mos të gënjejmë, po janë berë me karbon gjak. Neve bëjmë check-upin atij dhe na del gjaku i dyshimt. Llogaritet i nuk thot mjeku që e ke mirë apo qysh apo tekse, dihet ajo. Edhe të them edhe këtë. Neve nuk dim si të veprojmë, se moshat e tona ikën, po kemi hallin e fëmijëve, brezat, fëmijët e kopshtit, fëmijët e klasës pare më lartë. Qa ajri do marrin ai këtu, llogaritë e tij. Qa them, me këto probleme janë edhe dijen edhe duken. Kanë ikur shumë, thoj shumë. Vetëm kanë ngelur sa që i ka zen halli. Kompania Bankers për disa muajsh nuk ka likuiduar pagesat për tokat që u ka marrë banorëve për shfrytëzim. E vërteta është kjo që kompania, në fillim kompania Bankers, petrolin që ishte kanadeze, tashti është berkineze, ka marrë tokat e fshatarëve në përdorim me qira. Dhe një nga ata jam dhe unë. Një dili me gjysmë, ajo është toka që kam pronën time, kam bukën e kalamajve, ashtu dhe fshatarët e mi, por ka një, në kompania kineze, ka një neglizhim të jashtëzakonshëm. Para 5 vjetësh ne nënshkruajmë çdo vit kontratën dhe merrnin parat për 2 javë. Tani do të lutesh të rgrisesh pas zyrave të tyre që të marrësh paratë e tua, paratë e fëmijëve. Dhe kjo është neglizhencë e kompanisë, si që ka edhe neglizhencët e tjera për ndotjen e mjedisit, për pastrimin e vendit. Marinza, që është sheshi kryesor, kur ishte Bankës Petroli kanadezit, ishte e pastër, shkonje me këmish, me kollare, nuk besh e pis. Sot është kthyer në kënet. Dhe kjo kompani nuk kujdeset për mjedisin atë parë, po dhe për kontratat që ka me qytetarët në zonën tim. Këto ishin 2 nga historitë e banorëve të Zharzës, një zone ku industria e naftës nuk është vetëm mundësi punësimi, por burim, sëmundjesh dhe ndotjeje.